Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Do ndodhi ajo që nuk pritet, ja çfarë paralajmëron Sara Hoxha për finalen e Bigut. Drejtuesja e Bigut, Sara Hoxha, ka ndezur pritshmëritë për finalen e madhe të këtij edicioni, duke premtuar një mbrëmje spektakolare plot surpriza. Përmes një postimi në Insta Story, Sara ka zbuluar se finalja e këtij viti do të jetë më e veçanta nga të gjitha. Të shtunën disa nga surprizat më të bukura në 4 edicione, ka shkruar ajo, duke lënë të kuptohet se publiku duhet të presë emocione dhe momente të papritura. Finalja e madhe do të zhvillohet më 19 prill, ku 4 finalistët janë Gjesti, Rozana, Egli dhe Laerti.